10 të gjërat që çdo nën duhet të di përpara se të ketë një fëmijë të dytë. Gjatë shtatzanisë, trupi juaj do të zgjerohet gati 500 herë në 9 muaj dhe do të kthehet në dimensionet e saj origjinale. Nga ana tjetër, gratë raportojnë dëmtime të kujtesës dhe konfuzion gjatë shtatzanisë. Sipas ekspertëve, çdo shtatzani është ndryshme. Brightside përmbledhi disa nga pikat më të rëndësishme se si shtatzania juaj e dytë mund të ndryshojë nga e para. E mbani mend shtatzanin tuaj të parë edhe si energjia mund të ndryshonte. Gjithashtu, përvoja e lindjes gjithashtu mund të ndryshojë në shtatzanin tuaj të dytë. Ekspertët thonë se muskujt tuaj mund të tendosen më shumë nga shtatzania e parë. Do të keni zmadhim të gjirit, do të keni ndryshime të ushqimit, do të keni gjithashtu më shumë dhimbje dhe duhet t'i menaxhoni ato. Por në shtatzanin tuaj të dytë ose në njërin tjetër pas kësaj, dhimbjet mund të përkeçësohen, prandaj duhet të konsultoheni më shpesh me pediatrin.